Gjenazja e dytë është për të ndjerin Idrago Alido nga Burkina Faso, një ahmedian vendas. Ai ishte në shërbim ushtarak dhe së fundmi ishte I vendosur në një fshat në rajonin e Ayogia, ku ka aktualisht trazira nga terroristët. Më 3 mars, gjatë detyrës, ai u vra në një sulm terrorist dhe ka rënë dëshmor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ishte 40 vjeç, ishte një shërbyes ose nga xhodamët të sinqertë I xhamatit. Ai pranoi xhamatin ahmedia në vitin 2007. Ai dhe bashortja e tij ishin të vetmit ahmedian në familjen, në fisin e tyre. Misionari rajonal Saadet Sahibi thot se I ndjeri ishte një antar shumë aktiv I xhamatit, me lidhje të thellë me xhamatin dhe kalifatin. Ishte një I ri shumë I devotshëm, adhurues dhe I sinqert. Kishte shërbyer edhe si kaid I Khudamul Ahmadiyya. Ishte I rregullt në pagesën edhe të kontributeve të çandave, pra dhe merrte pjesë me përkushtim në programet e xhamatit, pavarësisht detyrës në ushtri. Merrte pjesë çdo vit në Gjelsa Salana të Burkina Fasos. Sillej me respekt të madh ndaj misionarëve dhe mualimëve dhe I ndihmonte ata. Në vitin 2008, gjatë udhëtimit tim në Gan, në një grup xudamësh pra të rinj nga Burkina Faso kishin udhëtuar me bicikleta mbi 1000 kilometra për të marrë pjesë në Gjelsa. Bicikletat dhe rrugët ishin në gjendje shumë të dobët, nuk janë sikur kemi ne këtu, por ata përballuan këtë udhëtim të vështirë, mbritën në Gan dhe më takuan. Edhe I ndjeri ishte pjesë e këtij grupi ciklistësh. Në fakt shpesh udhëtonte me bicikletë për në Gjelsa. Misionari lokal Sampuri Abdul Rahman Sahibi thot se ai ishte gjithmonë I gatshëm për shërbim për xhamatin. Sa herë që thirrej për ndonjë detyrë, përgjigjej menjëherë. Në Gjelsa Salana dhe në aktivitetet e tjera organizative punonte me përgjegjësi të plotë. Për shkak të përkushtimit të tij, njerëzit e quanin edhe si mualim I vogël. Madje ai punonte më shumë se shumë mualim të tjerë. Kur nuk kishte ende punë në ushtri, ishte I shqetësuar se si mund të kontribuante në përparimin e xhamatit ngaqë nuk kishte të ardhura. Por kur u punësua, filloi të kontribuonte financiarisht, pra të jepte rregullisht çanda. Kishte lidhje shumë të fortë me xhamatin. Kudo që transferohe, spari kërkonte qendrën e xhamatit ose xhamin dhe merrte pjesë rregullisht në namazet e xumas. Pas tij kanë mbetur nëna, bashortja, një djalë dhe 2 vajza. Allahu I lartësuar e falt dhe mëshiroft.